Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotëm në fshatin Dohanas të Beratit, ku një 43 vjeçar ka humbur jetën pasi ka rënë nga një pemë ulliri. Sipas mediave në Shqipëri, viktima është identifikuar si Ermal Rripi, i cili ishte duke vjel ullinjën në momentin e aksidentit. Pas ngjarjes, 43 vjeçari është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Beratit, por parafërsisht ndihmës mjekësore të menjëhershme nuk ka mundur të mbijetojë plagëve dhe ka vdekur.